Rreshtet e para të stinës së Vjeshtës kanë nxjerrë në pa probleme të me rrugët në veri të vendit. Në 48 orët e fundit qarkullimi në autostradën e rrugës së Kombit është vështirësuar ndjeshëm si pasojë e rënies së dherave dhe gurëve në rrugë. Në një gjatësi prej 12 kilometrash që i përket të zonës së Fanit, vihen re 5 pika ku ka bllokim të njerëz prej korsive, por që gjithsesi lëvizja e mjeteve ka vijuar normalisht. 8 automjete dhe 32 punëtor të firmës kontraktuese për mirëmbajtjen e këtij segmenti janë angazhuar për hapjen e plotë të rrugës në të dy senset e lëvizjes. Sipas përgjegjësit të firmës kontraktuese për mirëmbajtjen e këtij segmenti, Zevkaza, puna e një dite më parë u dëmtua plotësisht si pasojë e rreshjeve që ranë edhe mëngjesin e sotëm. Në 2 ditë, pothuajse puna e bërë ditën e parë është përmys për 45 minuta ditën e dytë. Domethënë sistemimi do vazhdoj, është shumë e vështirë sepse dihet që materialet nga skrapatat dhe nga kokat e tombinave janë të ashtu, por shkalla e vështirësisë do të përballohet nga ana jonë. Materialet inerte vinë nga shpatet e pjerta, shumë pjerta të skrapatave të rrugës. Për të normalizuar qarkullimin, krahas punonjësve të ndërmarrjes së rrugëve, janë angazhuar edhe efektiv të policisë rrugore. Aktualisht në zonat ku ka patur bllokim të rrugës, lëvizja e mjeteve bëhet vetëm me një kursi në drejtim të Kukësit, ndërsa në kthim ajo është pothuajse e hapur në të dy kursit. Rreshtet kanë shkaktuar probleme edhe në rrethin e Pukës, veçanërisht në komunën Gjegjan. Masivet e dherave që kanë rrëshqitur si pasojë e shirave gjatë orëve të fundit kanë bllokuar akset të Gjegjan Fusharrës dhe Gjegjan Shpal, pjesë e segmentit që lidhet me rrugën e Kombit. Gjithashtu probleme ka patur edhe në aksin Qafmali Fierz. Ndërkohë drejtuesit e autoritetit rrugor për veriun bëjnë të ditur se drejt këtyre akseve janë dërguar mjetet për të bërë të mundur edhe zhbllokimin e rrugëve, të cilët kanë bllokuar banorët e këtyre zonave.